Ky mesazh nuk erdhi rastësisht, nuk shfaqet dje dhe nuk do të vijë nesër. Erdhi tani, pikërisht në këtë moment, kur zemra jote ishte gati ta dëgjonte. Ka diçka që jeta, fati, ose si të duash ta quash, po përpiqet të të tregojë prej kohësh. Shenja delikate, ndjenja që nuk mund t'i shpjegoje, kujtime që ktheheshin pa arsye. Gjithçka tregonte të njëjtën gjë, një person, një lidhje të vërtetë, një dashuri që ekziston por mbetet e fshehur pas frikës. Ka dikë që ndjen shumë më tepër për ty se sa mund të pranonte. Dikush që të do në heshtje, dikush që mban një plag kaq të thellë sa që i është e pamundur t'i afrohet ashtu siç do. Dhe sot do të kuptosh pse. Sepse kur ta kuptosh këtë, gjithçka do të fillojë të ketë kuptim. Distanca, heshtja, shkuarja dhe ardhja, barrierat e pashpjegueshme. Asgjë nuk ishte rastësi, asgjë nuk ishte mungesë dashurie, ishte frikë. E vërteta është e thjeshtë, edhe pse është e vështirë ta besosh. Ky person të do. Qenia e tij e njeh tënden, sikur të ekzistonte një lidhje e padukshme mes jush, e vjetër, rezistente ndaj kohës, e pamundur të thyet, edhe nëse nuk flisni me njëri tjetrin. Është një lidhje që nuk varet nga logjika. E ndjen atë, ajo ka përcen çdo distancë, vazhdon edhe kur përpiqen ta injorojnë, por diçka qëndron në rrugë, diçka rëndon mbi zemrën e tij. Nuk është ftohësi, nuk është mosinteresim, është dhimbje e grumbulluar, një dhimbje e vjetër, e thellë, nga ato që formojnë dikë për vite të tëra ose jetë të tëra. E vure e re. Çdo herë kur u afruan shumë dhe pastaj u tërhoqën. Çdo herë kur lidhja u intensifikua dhe pastaj erdhi heshtja. Çdo herë kur ndjeve se po ngrinin një mur, pikërisht kur gjithçka dukej se po fillonte të funksiononte. Dhe ti fajsove veten. Mendove se kishe bërë diçka gabim, se kishe kërkuar shumë, se nuk ishe mjaft, por jo. Kur nuk ka qenë për ty. Kur bëhet fjalë për diçka që ky person mban brenda vetes, një plag kaq të vjetër sa që është bërë pjesë e identitetit të tij. Diçka që jeton në kujtesën e tij emocionale, në reflekset e tij, në mënyrën e tij se si mbron veten nga dashuria. Ekziston një zë i brendshëm që i përsërit vazhdimisht të njëjtën gjë. Një gënjeshtër konstante, një bindje që drejton çdo vendim të tij. Por para se ta zbuloj, duhet ta kuptosh këtë. Ai të do, dhe pikërisht kjo e frikson më shumë. Sepse ai ka mësuar se të duash do të thotë të rrezikosh humbjen, se ti dorëzohesh do të thotë ti ekspozohesh braktisjes, se të hapësh zemrën është e rrezikshme. Pastaj ndodh diçka kontradiktore. Sa më shumë ndjen për ty, aq më shumë mbron veten. Sa më shumë të nevojitet, aq më shumë largohet. Sa më e fortë është lidhja, aq më shumë do të ikë. Prandaj të jep vetëm copa, fragmente, momente të shkurtra të së vërtetës, shkëndija drite, çaste kur lërojet të bien dhe të shikon sikur je gjëja më e rëndësishme në botë. Me siguri kujton ato momente. Shikim të thellë, rrëfime të papritura, butësi që dukej plotësisht e vërtetë. Dhe menjëherë pas kësaj distancë, ftohësi, heshtje, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Nuk ishte refuzim, ishte konflikt i brendshëm. Ishte një zemër e ndarë mes dashurisë dhe mbrojtjes së vetes. Ishte dikush që donte të përqafonte dhe njëkohësisht të ikë. Ndërsa ti përpiqeshe të kuptoje, ky person po zhvillonte një betejë të heshtur brenda vetes, mendonte për ty më shumë se sa mund të imagjinosh, shkruante mesazhe që nuk i dërgoi kurrë, të mungonte fshehurazi. Pyeste veten nëse të afrohej apo të zhdukej, dhe tani je afër të kuptosh rrënjën e gjithçkaje. Lerm të them diçka të rëndësishme. Kjo plag nuk u krijua dje, nuk filloi me ty, është shumë më e vjetër. Vjen nga përvojat e kaluara, humbjet, zhgënjime, braktisjet që lanë gjurmë të thella, situata ku të dashuruarit dhemt të shumë. Me kalimin e kohës, kjo gjurmë u bë një hije konstante, si një mbrojtje automatike. Sikur shpirti i tij të kishte vendosur se është më mirë të mos dorëzohesh plotësisht. Është më e sigurt kështu. Ta mbash këtë u bë pjesë e historisë së tij, e mësimit të tij, por ta kuptosh nuk do të thotë që pushon së dhe mburi.
Dhe kjo është arsyeja pse edhe pse të do, ende nuk di si të qëndroj pa frikë. Dhe tani duhet të dish se çfarë përsërit kjo plag në të nëheshtje. Ideja që e paralizon më së shumti, mendimi që drejton çdo vendim që merr, pa e kuptuar fare. Një fjali e vetme, një bindje e vetme, në fund do të lënë. Ky është bërthama e frikës, rënja e gjithçkaje. Bara e padukshme që mban prej vitesh. Në kokën e tij tingëllon vazhdimisht diçka si, askush nuk qëndron, të gjithë largohen në fund. Nuk jam mjaft që dikush të më zgjedh për gjithmonë. Ky programim nuk është i ri, është i gdhendur thellë, sikur të jetonte në eshtrat e tij, në kujtesën e tij emocionale, në diçka që është më e vjetër se vetë kujtimet e tij. Është një trashëgimi e heshtur, histori të përsëritura të zemrave që besuan dhe u tradhtuan, njerëzve që deshën me gjithë qenien e tyre dhe përfunduan vetëm, premtimeve që u thyen brez pas brezi, dhe të gjithë mësuan të njëjtën mësim të rrem, se dashuria nuk është e sigurt. Gjithçka filloi shumë kohë më parë, ndoshta me një mungesë të hershme, një atë që u largua shumë shpejt, një figurë që duhej të mbrojë por zhduku, ose një nënë që ishte fizikisht e pranishme por emocionalisht e largët. Dikush që duhej të ofronte strehim por mësoi pa dashje se dashuria mund të dështonte. Ndoshta ishte një marrëdhënie që e shënoi përgjithmonë, ajo dashuria e parë në të cilën u dorëzua pa rezerva, ku besonte se kishte gjetur diçka të përjetshme, dhe pa pritur përfundoi pa paralajmërim, pa shpjegim, dhe ndjeu se diçka brenda tij po coptohej. Copë që as nuk dinte se ekzistonin. Ose ndoshta nuk ishte një ngjarje e vetme, ndoshta ishte një zinxhir ndarjesh, një model konstant, njerëz që vinin dhe pastaj largoheshin përsëri, derisa mendja e tij nxori një përfundim të dhimbshëm. Dashuria nuk zgjat. Dashuria dhemb gjithmonë. Dashuria nuk është krijuar për mua. Të gjitha këto kujtime u shtresuan si shtresa, u bën mbrojtje, mure të padukshëm, barriera që nuk mbrojnë vetëm mendjen por edhe shpirtin. Dhe pastaj shfaqesh ti dhe ata të duan shumë më tepër se sa mund të imagjinosh. Por pikërisht kur dashuria rritet, zgjohen edhe të gjitha këto fantazma. Historitë e vjetra pëshpëritin, frika aktivizohet, gjurmat djegim. Është sikur çdo përvojë e kaluar të bërtiste. Kujdes, mos u ekspozoni, largo përpara se të lëndojnë përsëri. Prandaj mbahen mbrapa, prandaj dyshojnë, prandaj krijojnë distancë, edhe kur duan t'i afrohen. Sikur të mund të flisnin me ty me sinqeritet absolut, pa krenari, pa frikë, pa mekanizma mbrojtës, sikur qenia e tyre të mund të shprehej pa filtra, ndoshta do të thoshin diçka si, të dua. Dhe kjo është ajo që më frikson më shumë. Nuk kam ndjer kur diçka kaq të fortë, nuk jam lidhur kur kështu me askën. Ajo që ndjej për ty është ndryshe, më e thellë, më e vërtetë. Dhe pikërisht prandaj nuk di si ta përballoj, sepse tashmë kam kaluar diçka të ngjashme një herë. Tashmë kam besuar, tashmë jam hapur, tashmë kam besuar se këtë herë do të ishte ndryshe, dhe në fund u lëndova. Çdo herë që dhash zemrën time, ma kthyen të thyrë. Çdo herë që besova në dikë, më zhgënjyen. Çdo herë që vura bast në dashuri, humba. Nuk mbaj inat, por dhimbja është ende këtu. Gjurmat nuk kanë zhdukur. Frika ende jeton në mua. Dhe tani je këtu ti. Dhe shohte ti diçka tjetër, diçka të vërtet, diçka që më frikson pikërisht sepse e dua vërtet. Kam frikë të besoj. Kam frikë të besoj. Kam frikë të hapet, sepse e di çfarë do të ndodh kur ta bëj. Do të jem i cenueshëm. Dhe të jesh i cenueshëm do të thotë të rrezikosh. Dhe të rrezikosh do të thotë ndoshta të humbas. Dhe ideja e humbjes sate më shkatëron edhe para se të ndodh. Prandaj afrohem dhe pastaj largohem. Prandaj flas dhe pastaj hesh. Prandaj të kërkoj dhe pastaj zhduket. Nuk është për shkak të nden, është për shkak të asaj që jeton në mua. Është ajo frikë e vjetër që më pëshpërit, nuk do të qëndroj. Nuk qëndrojnë kurrë. Dhe unë e besoj atë, edhe pse nuk dua, sepse është bërë pjesë e meje. Është bërë mënyra ime e mbrojtjes, siguria ime, rojtari i burgut tim.
por e vërteta është se nuk janë njerëzit e tjerë që më lëndojnë. Është frika ime që më ndan nga e vetmja gjë që dëshiroj, të jem me ty. Dhe tani, ndërsa po lexon këtë, diçka po ulet në ty. Ajo që të dukej e padrejt po fillon të ketë kuptim. Ftohësia që ndjeve nuk ishte kundër teje. Ato distanca nuk ishin refuzim. Ato ndryshime nuk ishin mizori. Të gjitha ishin përpjekje për të mbjetuar dhimbjen e tyre. Dhe tani, kur e sheh më qartë, zbuloni diçka të thellë. Nuk mund të shpëtosh dikë që nuk vendos vetë të shërohet. Nuk mund të duash aq shumë sa të fshish plagët e tyre. Nuk mund të qëndrosh derisa ata vetë të gjejnë mënyrën si të qëndrojnë në vete. Ky njohje nuk do të thotë se do të ndalosh së dashuri. Do të thotë se do të fillosh të duash ndryshe. Sepse dashuria nuk është sakrifik. Dashuria nuk është të presësh për dikë që nuk është gati. Dashuria është gjithashtu zgjedhje. Zgjedhja për të mbrojtur zemrën tënde, paqen tënde të brendshme, shëndetin tënd emocional. Dhe ka një moment kur kupton diçka thelbësore. Nuk mund të presësh për gjithmonë. Nuk mund ta vësh dashurinë tënde në duart e dikujt që nuk di si ta pranoj. Nuk mund të sillesh dritë në një vend që ka vendosur të mbetet në errësirë. Dhe pastaj vjen ai moment kur diçka në ty ndryshon. Nuk është dorëzim, është zgjim. Fillon ta vlerësosh veten më shumë se marrëdhënien. Fillon ta respektosh paqen tënde më shumë se praninë e tyre. Fillon të kuptosh se dashuria jote ka vlerë dhe që e meriton dikush që është gati për të. Dhe nga ky moment gjithçka ndryshon. Pushon së shkruari i pari, pushon së kërkuari përgjigje, pushon së ëndërruari për një të ardhme që varet nga nëse ata vendosin të shërohen. Fillon të jetosh, fillon të përqendrohesh sërish tek vetja, fillon të zbulosh se kush je pa të dashuri që të konsumonte. Dhe kur bën këtë, diçka e veçantë ndodh. Ata që të donin me frikrat e tyre fillojnë të ndjejnë distancën tënde. Jo si ndëshkim, por si zbrazëti. Nuk është se dëshiron t'i lëndosh, është se po mëson të mos dorëzohesh. Dhe ky ndryshim, ky zhvendosje e brendshme në ty, është ajo që në fund ndryshon gjithçka. Sepse kur pushon së presuri, kur pushon së luturi, kur fillon të respektosh veten, ata e ndjejnë. Dhe kjo heshtje thot më shumë se 1000 fjalë. Thot, jam mirë edhe pa ty. Jo si qortim, jo si ndëshkim, vetëm si një e vërtet e qetë. Dhe kjo e vërtet trondi gjoksin e tyre, sepse ata gjithmonë besonin se kishin kontrollin. Mendonin se mund të afroheshin kur të donin dhe të largoheshin kur kishin frikë, se ti gjithmonë do të ishe atje, se dashuria jote ishte pa kushte e disponueshme, se nuk do të largoheshe kurrë. Por tani të perceptojnë ndryshe. Nuk largohen me dram, nuk largohen me hidhërim, distancohen me dinjitet dhe kjo çarmatoset çdo mbrojtje. Sepse ai që lypset mund të injorohet, ai që ndjek mund t'i shmanget, por ai që tërhiqet në paqe është i pamundur të fshihet nga zemra. Fillojnë të vënë re mungesën tënde në detajet më të thjeshta. Kur ndodh diçka qesharake dhe ti nuk je më personi i parë që duan t'ia tregojnë. Kur dëgjojnë një këngë që do të përshtatej përsosërisht dhe dyshojnë nëse ta dërgojnë. Kur nga zakon shikojnë në telefon dhe kujtojnë se ti nuk po pret më. Përpiqen të mbushen me shpërqendrime, më shumë punë, më shumë zhurmë, më shumë njerëz, çfarëdo gjë, vetëm që të mos shikojnë atë zbrazti të re që u hap brenda. Por ka gjëra që nuk mund të mbulohen. Shpirti nuk shpërqendrohet aq lehtë. Dhe natën, kur gjithçka qetësohet, kur dritat fiken, kur nuk ka më justifikime, shfaqesh në kokën e tyre, të ndjejnë, u mungon. Nuk u mungon vetëm shoqëria jote, u mungon mënyra se si ndiheshin me ty, ajo qetësi, ajo siguri, ndjenja e të qenit të kuptuar, të zgjedhur pa kushte. Dhe pastaj përballen me një të vërtetë të pakëndshme. Askush nuk i ka dashur kështu, sepse dashuria jote nuk ishte lidhje, nuk ishte varësi, nuk ishte frikë për të mbetur vetëm, ishte një zgjedhje e vetëdijshme. I zgjodhe ata çdo ditë lirisht, pa lojra, pa presion, pa zinxhir, vetëm dashuri autentike. Dhe tani kuptojnë vlerën e saj.
pikërisht kur ndjejnë se mund të zhdukej, pa strategji, pa manipulime, vetëm dashuri e pastër dhe e ndershme. Dhe ky lloj dashurie është i rrallë, dhe kur dikush e gjen, rrallë di si ta mbaj. Prandaj, kur fillon të ndjej se po të humb diçka në të plas, mendja e tij përpiqet ta mbrojë, largo. Mos u përfshi aq shumë. Mbaj kontrollin. Por brendja e tij përshpërit diçka krejtësisht tjetër, mos e lër të shkojë atje i përket. Dhe për herë të parë ky zë i shpirtit peshon më shumë se frika. Pastaj vijnë kujtimet, detajet të vogla që më parë dukeshin asgjë, tani janë gjithçka. Të qeshurat e tua, mënyra jote e shikimit, mënyra se si kuptove çfarë ndjente pa shpjegime, qetësia që solle, sikur vetë prania jote të shuante stuhinë e tyre të brendshme. Dhe e kuptojnë vonë, por e kuptojnë. Nuk ishe një nga shumë, nuk ishe alternativë, nuk ishe i zëvendësueshëm, ishe strehim, ishe paqe, ishe vendi i vetëm ku zemra e tyre pushonte, dhe tani ai vend nuk është më atje. Dhe kjo frikson, sepse gjithmonë mbanin një plagë të vjetër që përsëriste, do të lënë. Dhe tani duket se po ndodh, por ka diçka që ende nuk kuptojnë. Nuk po largohen për t'i lënduar, po zgjedh veten, dhe kjo është krejtësisht ndryshe. Të largohesh nga hidhërimi do të thotë të ikësh. Të largohesh nga dashuria për veten është dinjitet. Nuk po largohen për t'i ndëshkuar, po distancohen sepse nuk mund të vazhdojnë të heqin dorë nga vetja. Ndërkohë jeta vëzhgon në heshtje, sepse ky moment, pikërisht kur vendosmëria jote përplaset me frikën e tyre, është një pikë vendimtare. Këtu shpirti i tyre duhet të zgjedhë, të vazhdoj të fshihet ose të shërohet, të vazhdoj të mbroj veten ose të doj vërtet, të vazhdoj të humbas atë që dëshiron më shumë, ose për herë të parë të luftoj për të. Dhe diçka në ta fillon të plas, jo si shkatërim, por si çlirim, si akull që shkrihet, si mure që rrëzohen, si zinxhir që lirohen, sepse më në fund shohin të vërtetën. Kur nuk e qenë problemi, kur nuk e qenë rreziku, kur nuk e qenë ai që do t'i lëndonte. Frika e tyre ishte e vetmja gjë që i mbante larg nga dashuria që dëshironin aq shumë. Dhe tani ndodh diçka e papritur. Ti humbasin ju ua bën më shumë frikë se sa t'ju duan. Dhe këtu ndryshon gjithçka. Jo sepse insiston, jo sepse shpjegon, jo sepse lypesh, por sepse shpirti i tyre nuk mund ta durojë më të vazhdoj të ikë. Për vite me radhë besuan se të ndjeheshin më pak ishte më e sigurt, se të mbaje distancën pengon dhimbjen, se të mos dorëzohesh plotësisht ishte mbrojtje. Por zbulojnë diçka shumë më të vështirë, mungesa jote dhemb më shumë se çdo plagë e kaluar. Heshtja pa ty peshon rënd. Ditët duken gri. Asgjë nuk ka të njëjtën thellësi. Mund të flasin me të tjerët, por nuk lidhen. Mund të qeshin, por nuk është e vërtetë. Mund të përqafojnë, por nuk ndjehet si shtëpi. Sepse me ty nuk ishte vetëm kimi, ishte njohje, sikur brendja e tyre të thoshte, më në fund të gjeta. Dhe tani ndjejnë se po zhduket. Pastaj vijnë pyetjet që nuk i lën të flejnë. E nëse këtë herë është përfundimtare? E nëse e humba nga frika ime? E nëse lash të ikë dashurinë e vetme të vërtetë? Dhe për herë të parë ndihen të cenueshëm. Kuptojnë se dashuria nuk pushon ose nuk ruhet për më vonë. Dashuria është e tani dhe ti nuk po pret më. Diçka e re lind në ta. Nuk është ego, nuk është posedim, është qartësi. Kuptojnë se nuk të mbrojti, u fshe. Përsëritën plagë të vjetra dhe më në fund marrin përgjegjësi. Shikojnë brenda dhe kuptojnë. Nëse të humbas, do të jetë për shkak të frikës sime, jo për shkak të fatit. Dhem ta pranosh këtë, por gjithashtu çliron, sepse nëse frika krijoi distancën, dashuria mund të ndërtoj urën. Dhe atje zgjohen. Nuk duan më lojra, asnjë krenari, asnjë të vërtetë të përgjysmë. Të duan ty, autentikisht, plotësisht, pa maska. Kuptojnë diçka që ti e dije nga fillimi. Dashurinë nuk mund ta kontrollosh, e zgjedh atë, e rrezikoj atë, kërcen në boshllëk me zemër të hapur, siç e bëre ti që nga fillimi. Ndërkohë vazhdon përpara, më i lehtë, më i sigurt, më i lidhur me veten. Nuk ndjek më, nuk detyron, nuk lypesh, thjesht ekziston. Dhe ky qetësi bëhet i parezistueshëm,
sepse ai që ndalë së luturi për dashuri bëhet i paharrueshëm. Ai që zgjedh veten ndryshon energjinë me të cilën bota e shikon. Tani don nga plotësia, jo nga mungesa, dhe kjo ndryshon gjithçka. Pastaj jeta vendos pjesën tjetër. Nëse kthehen, do të jetë me vetdije, do të jetë pjekur, do të jetë sepse mësuan të qëndrojnë. Dhe nëse jo, as nuk humb, sepse nuk u linde për të bindur diktë të doj. Erdhe të jesh aq autentik, aq i fortë dhe aq i ndritshëm sa vetëm dikush që është gati për dashuri të vërtetë mund të ecë në anën tënde. Kjo është e vërteta. Nuk duhet të ndjekësh atë që është caktuar për ty. Ajo që është caktuar për shpirtin tënd do të njohë, do të zgjedhë dhe do të qëndrojë pa frikë, pa ikje, pa dyshime, sepse dashuria e vërtetë nuk fshihet, qëndron.